Mjeku zbulon sekretin, merrni 10 gjethe dafine dhe shëroni të gjitha sëmundjet. Gjethet e dafinës janë fantastike për shëndetin e të gjithë organizmit. Ato janë përdorur që në lashtësi nga mjekësia popullore për trajtimin dhe kurimin e një sër komplikacionesh. Në këtë video do ju sjellim një recetë të vjetër që përdor gjethet e dafinës kundër problemeve të ndryshme. Përgatitja e recetës me gjethet dafine bëhet në këtë mënyrë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Për përgatitjen e kësaj recete ju duhen 10 gjethe dafine të thata të grimcuara dhe 4 lugë gjethe me lëkura portokalli të grimcuara. I përzieni së bashku, hidhni në një tenxhere me 1 litër ujë dhe i zieni për 10 minuta. Pasi t'i keni zier, ulëzohet ta lieni enën të mbuluar për 20 minuta dhe më pas ta akulloni. E ëmbëlsoni me mjalт dhe konsumojeni 3 herë në ditë pas vakteve të ngrënies. Por cilat janë vlerat që do të merrni nga përdorimi i dafinës? Shëndeti juaj tretës do të përmirësohet ndjeshëm me përdorimin e dafinës. Gjethet e dafinës kanë ndikime të forta në sistem tretës duke nxitur urinimin e si rrjedhoj duke ulur gjithashtu nivelin e toksinave në trup. Dafina do të stimulojë të vjedhat në rast se mund të jeni elmuar nga ushqimi. Përmbajtja organike e gjethteve të dafinës do të ndihmojë gjithashtu sistemin tuaj tretës të qëndrojë më i shëndetshëm, më i fortë dhe të evitojë gjithashtu komplikacionet e tij. Përdorimet të tilla të gjethteve të dafinës do të luajë një rol të mirë parandalues kundër komplikacioneve dhe do të nxisin një organizëm më të shëndetshëm dhe më të fortë. Gjethet e dafinës përmbajnë element të mirë ushqyes edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj. Ndaj përdoreni atë me kujdes dhe rezultatet që do të merrni në këto situata do të jenë vërtet mbreslënse për shëndetin dhe do të mbajnë gjithashtu larg komplikacionet e tij. Gjethet e dafinës do të lehtësojnë problemet me frymëmarrje. Vaji i gjethteve të dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin për të lehtësuar problemet e frymëmarrjes. Nëse nuk hasni vajin e gjethteve të dafinës, do të ndiheni më mirë. Avulli do të zbusë sekrecionet e frymëmarrjes të bllokuara nga aparati juaj. Gjithashtu, atë mund ta përdorni në mënyrën e duhur. Gjethet e dafinës do të përmirësojnë gjithashtu shëndetin e flokëve. Nëse dëshironi të përmirësoni shëndetin e flokëve dhe të hiqni zbokthin, atëherë përdorni gjethet e dafinës. Lagini gjethet me ujë dhe fërkoni skalpin pas larjes. Përbërësit kimik të dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin gjithashtu lëkurat e thata. Ato janë të mira kundër inflamacioneve. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është aftësia për të paksuar inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtje të tyre element unik të njohur si parthenoid që reduktojnë irritimet në kyçe ose në zona të caktuara të cilat mund të jenë të prekura nga artriti. Shëndeti juaj i zemrës do të përfitojë edhe nga përdorimi i gjethteve të dafinës. Gjethet e dafinës përmbajnë acid kafeik dhe rutin, 2 substanca që përmirësojnë shëndetin e zemrës. Rutin forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi kafeik largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Ato janë të mira kundër ankthit dhe stresit. Dafina ka efekte lehtësuese dhe qetësuese, së bashku me trumcën borzilokun. Dafina ka në përmbajtje të saj linalool, një substancë që ul hormonet e stresit në organizëm. Hormonet e stresit që çlirohen në një periudhë afatgjatë janë të dëmshme për trupin, ndaj gjethet e dafinës ndihmojnë në qetësimin edhe në momentet stresuese. Gjethet e dafinës kanë ndikime të drejtpërdrejta në organizmin tuaj, por duhet të dini se informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshilla nga mjeku ose ofruesi i kujdesi shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Gjithashtu, gjethet e dafinës do të sjellin përfitime të mira edhe nëse përdoren ato në formën e çajit. Gjethet e dafinës mund të përdoren për të përgatitur një çaj të shijshëm. Çaji i dafinës është të përdorur gjithmonë për të lehtësuar kollën dhe të ftohurën, por përveç këtyre, ajo mund të ofrojë përfitime të tjera nëse merret si duhet. Mjafton që disa gjethe të dafinës t'i kombinoni me një shkop kanelle, mjalt për të përfituar edhe çajin e shijshëm. Sipas Bright Side, këto janë përfitimet kryesore që do të merrni. Përmirëson sistemin tretës. Gjethet e dafinës kanë një ndikim të fortë në sistemin tretës duke nxitur urinimin, e si rrjedhoi duke ulur nivelin e toksinave të gjakut në trup.
Dafina stimulon të vjellat në rast se mund të jeni elmuar nga ushqimi. Përmbajtja organike e gjetheve të dafinës ndihmon në tretjen dhe në qetësimin e stomakut ose zorët e trazuara. Ato janë të mira kundër inflamacionit. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është aftësia për të paksuar inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtje të tyre element unik të njohura si parthenoloide që reduktojnë irritimet në kyçe zona të caktuara që mund të jenë të prekura nga artriti. Gjethet e dafinës përmirësojnë shëndetin e zemrës. Gjethet e dafinës përmbajnë acid kafeik dhe rutin, dy substanca që përmirësojnë shëndetin e zemrës. Rutin forcon kapilarët e gjakut në zemër, ndërkohë që acidi kafeik largon kolesterolin e keq nga sistemi kardiovaskular. Ato do të përmirësojnë problemet me kollën dhe frymëmarrjen. Vaji i dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin për të lehtësuar problemet me frymëmarrjen. Nëse nuhasni avullin e gjetheve të zjera të dafinës, do të ndiheni më mirë. Avulli do të zbusë sekrecionet dhe do shkatrojë bakteriet që bllokojnë aparatin e frymëmarrjes. Gratë shtatzana nuk duhet të përdorin vajin e dafinës. Gjethet e dafinës në kombinim edhe me mjaltin mund të përmirësojnë shëndetin e flokut. Nëse dëshironi të përmirësoni shëndetin e flokut dhe të hiqni zbokthin, atëherë përdorni gjethet e dafinës. Lagni gjethet e dafinës në ujë dhe fërkoni skalpin e kokës pas së larjes. Përbërësit kimik të dafinës do të heqin zbokthin dhe do të zbusin gjithashtu lëkurat e thata të flokut. Gjethet e dafinës do të përmirësojnë ankthin dhe stresin citonel.com. Dafina ka efekte lehtësuese dhe qetësuese. Së bashku me trumzën borzilokun, dafina ka në përmbajtje linalol, një substancë e cila ul hormonin e stresit në organizëm. Hormonet e stresit që çlirohen në një periudhë afatgjatë janë të dëmshme për trupin, ndaj gjethet e dafinës ndihmojnë të qetësoheni edhe në momentet tuaja më stresuese. Përfitimet mbreslënse që do të merrni nga dafina janë vërtet të rëndësishme për aktivitetet tuaja ditore. Gjethet e dafinës kanë efekte shumë të forta mbi sistemin gastrointestinal. Ato stimulojnë urinë dhe të vjellat në rast se ndodh që të keni konsumuar diçka toksike. Por më tepër, komponentët organik që gjenden te gjethet e dafinës janë shumë efektiv për probleme të ndryshme që mund të keni në stomak. Disa nga proteinat më komplekse në dietën tuaj moderne mund të jenë të vështira për t'u tretur, por enzimat unike që gjenden te gjethet e dafinës do të ndihmojnë në lehtësimin e tretjes dhe marrjes së duhur të lëndëve ushqyese. Gjethet e dafinës mund t'japin gjithashtu një mbrojtje më të mirë për kujdesin e flokut. Nëse dëshironi të përmirësoni flokët tuaj dhe të eliminoni zbokthin, aplikoni ujë në ciklin tuaj kur keni zgjedhur disa gjethe më parë. Kimikatet përbërëse të gjethet të dafinës do të ndihmojnë në eliminimin e zbokthit në flokun tuaj. Gjethet e dafinës do të ndihmojnë gjithashtu në një shëndet më të mirë të zemrës. Një nga përfitimet më të rëndësishme të gjethet të dafinës është aftësia e tyre për të mbrojtur zemrën. Përbërësit që gjenden të gjethet e dafinës mund të ndihmojnë në eliminimin e kolesterolit nga sistemi kardiovaskular. Kombinimi unik i antioksidantëve dhe komponentëve organik të gjethet të dafinës do të ndihmojnë në mbrojtjen e trupit nga efektet e radikaleve të lira. Radikalet e lira mund të bëjnë që qelizat e shëndetshme të shndrohen në qelizat të cilat gjenden edhe veçanërisht te dafina. Ato reduktojnë ankthin dhe stresin dhe mund të përdoren në forma të ndryshme për të marrë elementet e tyre antiviral dhe antiinflamator. Gjethet e dafinës përmbajnë element mjaft të mirë edhe për lehtësimin e frymëmarrjes. Vaji i dafinës mund të përdoret për të lyer kraharorin dhe për të ndihmuar me frymëmarrjen. Nëse nuk keni mundësi të përdorni vajin, mjafton të zjeni ujin e dafinës dhe të shfrytëzoni avullin, që do ju ndihmojë të lehtësoni dhe eliminoni bakteriet e dëmshme që gjenden në sistemin e frymëmarrjes. Por kujdes se përdorimi i vajit të dafinës u ndalohet grave shtatzana. Vaji i dafinës ka efekte të mira antiinflamatore. Një nga vlerat më të çmuara të dafinës është se gjethet reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet kanë në përmbajtje të tyre element të njohur që reduktojnë irritime në zona të caktuara, të cilat mund të jenë të prekura nga artriti. Është e rëndësishme të përdoret me kujdes dhe nëse merrni medikamente të caktuara, përpara përdorimit gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.